Mirëmbrëma të dashur ndjekës të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllumpi Ligjin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, sot ju dolët në teren, ku u takuat me tregëtarët e vegjël dhe me popullin e Tiranës. Si ju duk situata sot në publikun e Tiranës? Mirëmbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni, sidomos në Evropë, në Amerikë, që është ora 12 e ca, gjysmë po vete, të dashur shqiptar nga kërkesat që kam patur të shumta. Sot pata rastin të dilje në Tiranë, në këtë tiranin e 35 vjetëve, në këtë tiranin e hajdutve, e vrasve, e grabicve të pasurive, dhe të lënë 97% rrugëve, duke shitur gjera edhe duke konfiskuar në basë orës 5-6 për në më marrën edhe ato $1 që bëjnë, apo 1.000 leka që bëjnë. Dashur shqiptar, sot më kalën një përshtypje të papar në jetën time. Kam parë shqiptarët e mi, të varfër, në për rrugët e Tiranës, në dyqanet e Tiranës. Kam parë njerëz të luksit, ata shqipfolësit, të restorantat e tyre luksoze, ullur në përkarriket. Të dashur shqiptar, ju e shihni vetë foton që ishëm sot në Tiranë. Unë së bashku me ministrat, ju e dini edhe vetë, unë kam krijuar qeverin teknike. Dhe si që kam thënë së shpejti, do kalojnë mëzyrat qendrore që t'i shërbejmë popullit shqiptar, t'i shërbejmë pleqve të rinjve, t'i shërbejmë shqiptarve që kanë gati 89 vjetë duke vojtur. Sidomos, 35 vjetë të fundit, apo të themë mirë, të quajtur demokraci, që kur Berisha është bërë president në 12 prill. Shqiptarët i pash të varfër, të lodhur, të mërzitur, se kishin mendjen hiq fare. I pash njerëzit kur ecin në rrugës, nuk dini ku vini, kurse pash njerëzit në për restoranta luksoze, duke qeshur, duke tallur me 97% të shqiptarëve. Ju e shihni vetë të dashur bashkëdhetar shqiptar, si është rruga. Ja përsëri këtu me ministrat të gjithë nga mbrapa, duke ecur në për Tiranën e vojtjeve, domethënë ky qyteti, shekulli 21. Të vojnë shqiptarët për bukën e gojës, që është e paparë, të dridhen shqiptarët nga Afrika, nga disa palaço që ndodhen në Shqipëri, nga shqipfolësit, nga hajdutët, nga rrugaqëria e 35 vjetëve së bashku që më në 10 e kanë fjalën. Të dashur shqiptar, ju duke shikoni foton tjetër. Regjia, të lutem, ndihmo me foton tjetër? Duke takuar me tregtarin që shiste. A i shikoni tregtarin dashur shqiptar, quhet tregtar, me një gjaket të vjetër, tamam s'ku kishte dal nga burgu. Më ka bërë një përshtypje të papar. Muri kujtuan hidhrimet kur unë kam qenë në moshën të re. Kur unë kam qenë në kampet e internimit, me gjaketat të këtilla, tregtari, duke shitur me dhemë e pa dhemë. Kjo është e papar, dashur bashkëdhetar shqiptar. Kjo nuk është për të qeshur, po kjo është për të qarë. Kur unë kam parë shqiptarët sot gjveshur, kur unë kam parë shqiptarët sot me veshje të vjetër, të parrojtur, me djers, të palarë, sepse nuk kanë të dashur shqiptar. Nuk kanë të blenë bukë, jo të blenë sapun. Nuk kanë ujë, sepse ujë u ambyllën dashur shqiptar.
Nuk kanë ujë të pinë e jo të lahen. Ja pra e tregon vetë fytyra e atij zotëniut. Shiko dashur shqiptarë si duken të frikësuar. Ikin dhe s'din ku vjen. Mund të shikojnë foton tjetër. Është nga regjia lutem. Ja pra dashur shqiptarë. Del tregtari, më jep dorën, duke ecur, i vashmër, i coptuar, mundohet të jetoj fëmijët e tij të larguar në Gjermani. Dikush tjetër në Francë. Edhe pyeta shqiptari bujar. Më tha dorën. Më tha si ti jemi. Mbajemi gjallë. Po qa fati pas kemi? Më thot i quajtur tregtar. Qa fat pas kemi? Nuk bim dot dhe para të blem bukën. Nuk na len dëgjonje nga brapa të tjerë, të fshirë, të friksuar, të këthyër kurrizin, vinë taksedarët na i marrë dhe atë 1.000 lekë që kemi bërë. Pra dashur shqiptar, ju mund të shihni foton tjetër, kam vajtur me një dyqan. Zonja ishte e qeshur, shiste gjera gjerdhant, vegjël, çdo gjë. Më shikonte e pyeta me zbutësi. I thash pas ke dyqan të bukur. Po tha ka me një tjetër. A beni? Diçka? Sa mbajnë veten duke hequr zvarr. Unë nuk e kuptoj të dashur shqiptar, ju që më dëgjoni. Ju jeni akoma më të varfër. Akoma ju jeni në përfshatrat. Ju s'keni bukë të hani. Ju nuk u len të mbjellni. Ju nuk keni fruta. Nuk u len u hedhën helm natën që të mos ketë fruta në tokën e Shqipërisë, që t'i sjellën nga serbët, t'i sjellën nga grekët, këta anti-shqiptarët, këta shqipfolësit. Pra të dashur bashkëdhetar, unë me buzën e gas e kuptova zonjën që ishte në parti e nuk donte të dëgjonte më partit. Jemi lodhur, tha, nga partit. Zonjë dashur i thash, unë nuk kam erdhur si parti. Unë kam erdhur të bi kombin. Unë kam erdhur që të ngrej ju. Kam erdhur për ju. Nuk do të keni me forcë. Nuk do të vjedhi kush. Do të jeni të lirë. Foto tjetër. Regjia, lutem me foton tjetër. Zotnia shiste fruta. A i shini 2 persona dashur bashkëdhetar francez. Me foto nga mbrapa ajo me syze. Nga Franca të 2. Habiqin kur këta të quajtur tregtar nuk kanë bukë të hanë. Ta shikojnë të brenda nga tavani më në binte dashur shqiptar. Po si mu dhe vesh që kërkosh ati para, t'ja bësh gjobë. Po kjo është për kujot dashur shqiptar. Po si keni duruar kaq? Ashtu si që është ai i varfër, ju jeni akoma më të varfër. Kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana. Duke shitur fruta. Asnjë nuk ishe duke blerë. Do me thënë ai ka paguar parat e nuk ishe dot. Do t'i hedhi në garbiç. Sepse nuk ishte klient për të blerë.
Njerëzit s'kan bukë të hanë, jo të blenë frutat e serbit, frutat e grekëve, e polakëve, të vinë nga bota që toka shqiptare është me bukur në botë, diell, i gjithë muajt, nën tokë, vaj, malet flori, krom, hekur, nikel, qymërguri, çfarë nuk ka tokë e Shqipërisë, por ka hajdut sërb. Qeveri sërbe dashur shqiptar, qeveri greke. A e pa të dashur shqiptar çfarë u bë ditën e premte? Arriti UÇK, do flas më vonë për UÇK-n. Pra dashur shqiptar, francezët nxjerrën foto sikur jo Tiranë, po sikur jemi në Afrikë, në xhungël. A i shihni Tiranë është ajo? Pa rrugë, të lënë njerëzit, jo të shesin me dëshirë, po si që thash, u venë më darkë dhe u amarë dhe atë 1.000 lekë që kanë bërë. Foto tjetër. Regjia. Ja pra të dashur shqiptar, e shihni zotnin këtu, vajta në pazari, i quajtur pazar. Të gjithë ata në pazar, pa përjashtim, të vrarë nga fytyra. Unë kam qenë dhe në Afrikë, dashur shqiptar, në xhungël, po fytyra të vrara, të lodhur, nuk kam parë. Pash vetëm në këtë tirani, që i them gjithmonë tirani. Pash në këtë tirani, që njerëzit janë bërë për të vrarë veten. Nuk u duhet me jetë e tyre, thonë. Si që thash, e ati që shesin, më darkë pa marrin. Unë nuk pash blerës. Unë pash vetëm njerëz, shitës. Unë më thënë e quaj shitës zotnin atje. Fliste me lotë në sy. E donte Shqipërinë. Kemi vite, më tha, e dekada që vuajmë. Po aman këtë vojtë se kemi parë do njëherë. U shten nga sytë e ti. Nga fjalët e ti që nëzirte nga goja. Nëzirte një flak djekse për regjimin e 30 e ca viteve. Nëzirte flak për dy gishtrinë që i kanë ngritur bolshevikët sërbët. U thoshin shqiptarve me të dy do të shpojmë sytë. Kjo ishte shenja të dashur shqiptar. Ngritja e dy gishtave. Pra, foton tjetër. Regjia të lutem e foton tjetër. Zotnia ishte një patriot. Jam nga Lezhë. Kam gjithë njerëz të vrarë, shumë të vrarë. Po kur do bëhe Shqipëria, tha? Po të dashur shqiptar, të thosh shqiptari, kur do bëhe Shqipëria, ta mëms kur ka ardhur nga Afrika, ta mëms kur ka ardhur nga Pakistani, nga Indonezia, ta mëms kur ka ardhur nga shtetet e tjera dhe ka hyrë në xhungël në Tiranë. Këta njerëz nuk kanë bukë të hanë, shëgonje që dilnin makina me xhame të zi. Dukshë makina shumë e bukur, po nga brenda fytyra të shëmtuara. Nga brenda
fytyra të shëmtuar, fytyrë mashtrus, fytyrë që e vran popullin shqiptar, që u aprëzuan fëmijët. Ato fytyra shinjen në përxhamet. I shgonje policat nga rrugë, një këpuc tjetër me të djathtë e kështu tjetër. I shgonje policat me radhë, eca mbi 2 orë, eca gati 3 orë, në për rrugët e bolshevikëve të Tiranisë. Ecje dhe shëgonje ku shihen një polis tjetër dhe tjetri me tjetër veshje. Me kokë ulur, të këputur policat, të pa i shqyer. Kurse shefat e tyre e familjet e tyre dalë me makina luksoze. Aty mëngonin vetëm qetë të dashur shqiptar, bollica. Si dikur para 100 vjetëve. Pra dashur shqiptar, sot unë e dije që si e Shqipëria, por i pash vetë me sytë e mi. Dhe do vete përsëri të premte që të vit dashur shqiptar, jo 2 orë, po më 3-4 orë. Nuk do le rrugë të Tiranës pa vizituar. Foto tjetër keni? Të dashur shqiptarët e mi, a shikoni? Erdhi tjetri. Fjalët e ishte dashur shqiptar. A do bëhe Shqipëria, më thanë? Kanë rritur njerëzit sa thonë, a do bëhe Shqipëria? Unë mirë për shqiptar, kemi 100 vjetë. Erdhi zogu, iku zogu, erdhë bolshevikët, që në luftën e 2 botërore, e firmose me një firmë, Churchilli, me Mustaq Stalinin, ja dhanë Serbit Shqipërinë. Kosovën e robëruan, Shqipërinë e bën me Garth Begjemba, i vranë patriotët. Dhe zotnia më thot, a do bëhe Shqipëria? Dashur shqiptar, Shqipëria e ka me ditë. Do bëhe Shqipëria, do bëhet lule e bukur, do vinë të rinjt nga të 4 anët, do t'jenë në qeveri shërbëtorët tuaj, shërbëtorët e Shqipërisë. U thash tregtarëve, mos paguani fare taks. Po çfarë taksa? Ne s'kemi fare. Ne paguajmë nga xhepi taksa. Po pse? Sepse po të vinë të nesme, tha, nuk na lejnë këtu. I marrën bosh me njëri tjetrin. Kështu e kemi në shqiptarët. Unë mbaj mend një trajnime, kërkomi shtëpi me shtëpi, i thoshim ne një finxhan me vaj, apo një finxhan me kryp kur vinte një mik. Gëzoshim kur vinte një njeri. Kurse sot të dashur shqiptar, po trokasi një njeri me derët, nuk e hape dera. Ka rritur aty sërbët, grekët, së bashku me këta shqipfolësit kanë arritur në atë gjendje, sa po e coptojnë shqiptarët. Profesor, ju çdo ditë ju vinë mesazhe të shumta nga intelektual. Ndërto është dhe kjo. Kur pash mesazhet e Edi Ramës dhe Erjon Velia që ftonin të rinj shqiptar të kthehen dhe të investojnë në vendin e tyre, ndiva fort atë thirrje. Me vendosmëri mora gjithçka që kisha kursyer me vite sakrificë. Kur u ktheva në Shqipëri për të ndërtuar një të ardhme atje. Profesor, ju a keni kërkesa nga intelektual që ndodhin jashtë dhe brenda vendit, që të kthehen dhe që të punësohen në Shqipëri? Të dashur shqiptar, po na vinë me qindra. Mos them me mira. Me qindra fakse në internet. Po lexojmë vetëm
këtë djalin e ri 34 vjetë. Djali i ri i ikur me nënën në Itali, e ema duke ikur më shkruan edhe mbushen sytë me lotë se më kujtojnë hidhrimet e mia kur kam qenë për kampet e intrenimit. I kam me nënën, më mori nëna, thotë fëmijë, dhe hypëm në gominat asi u thoni ju, në varkat e vogla, duke ikur në Adriatik, nëna ime, thot, me lot në sy, zbritëm në Itali. Në për shkollën, ky djali i ri, Skerdi Madhaj. Madhaj. Djali i ri, 34 vjetë sot, dëgjon sharlatanin, Edi Ramën, Erion Velin, vjen në Shqipëri, gjithë pasurin që e kështë bërë me djerës në Itali e në Fransë, vjen këtu për të bërë një projekt të paparë. A i ka disa patentat dashur shqiptar, speciale, tamam si kur është shkencëtar, për të ndërtuar hotele, për të ndërtuar dyqanet të mëdhaja. Erdhi këtu, i shpezovi ato para, jo për ndërtim. Erdhi që kur erdhi në aeroportin e Nën Tereza, që i thoni ju, në aeroport, që aty filluan po jamini parat. I ambaruan mirë, iku djali i ri, dhe më shkruan mua me lot në sy, por u zgjodha këtë, që zdi këtë mije më përpara. Sa më shumë të rëmoja në për letrat, aq më hidhrim kishe letrat. Djem të rinj, që e duan tokën e Shqipërisë, këta mashtrus, këta ordiner, këta shqipfolës, që nuk i le të bëjnë, po a marrë dhe atë dirës që kanë punuar në për rrugët e botës. Unë i them këti djalit të ri, unë i di që dëgjon nga Italia, eja sa më parë të garantoj unë këtu të vish, ti e biri i Shqipërisë, edhe ti je i ri, ashtu si nëna jote që hypim atë varkën që deshta mbysi si që vytën vaporin në Vlorë, që e sot nuk gjede koskat e tyre. Pra ti pate fatin për sëri dole, punove në atë ditë, me sakrificë si që më thua, në këtë letër, që më thua, erdhe këtu dëgjove Edi Ramën, dëgjove kryetare e Bashkisë të Tiranës, vajte në vendin më të bukur Samir. Okay. Pra, erdhe këtu, shpezove 3 parat. Eja, djalosh, si ty janë me qindra dhe mira njerës, që më shkruan një intelektual, janë profesorë, janë inxhinerë, e kanë fjallën për në Evropë, për në Amerikë, janë me qindra e me qindra letra që më dërgojnë, që do kthehen këtu. Tini të bindur të dashur të rinj e të re, intelektualë dhe punëtorë. Këthehun në tokën tuaj, në tokën e strëgjyshve tuaj, në tokën e babalarve të nënave tuaj, në atë tokë që keni ikur me lotë të sy, kush në det, e kush në male me dëborë që kaloni në Greqi, që sot Grekët i përdorën për të mbjell ullin e për të punuar si zmeqar. E janë i dashur shqiptar, e janë i që tokën që e kanë marë të huajt e kini ju. Ne nuk do lejmë një të huaj në tokën e Shqipërisë, unë betojmë para jush. Nuk do ketë këm të huaj në tokën e Shqiponjët. Do ketë vetëm shqiptar. Nuk do ketë vila dhe hotele
e të huajve që vinë këtu dhe tallen me shqiptarët, që i pash me sytë e mi ka vajtur Kastile mi restorant të ulëm, tingëllonin, qeshnin, i pash në fytyrë si që thash, tamam se ato makinat që dukshin luksoze nga jashtë, po fytyrat e tyre ishin më të shëmtuara. Të dashur shqiptar, ai që vjedh, ai që bëhet spiun që dëgjon, që është shërgji, ai që ndan vëllan nga motra, kur s'ka për të para hirë. Fytyra do t'i dëmohet, fytyra do t'i deformohet, kret, nga të vjedhurit. E pa të dashur shqiptar, këta me parat e strëgjyshve tuaj, me parat e babalarëve tuaj, me parat e gjaku tuaj që e ngritën Shqipërinë, duke punuar në përfabrika, duke punuar në prekurudha të burgosrit, të intrenuarët, ushtarët, që qërapet e tyre u ngjiqin në këmbë duke bërë trashe, duke bërë fabrikat, i prishën, qëllimisht, i shitën, duke bërë tanke, avionet, çfarë s'kishte në Shqipëri, miliona e miliona fyshek, i shitën, dhe menduan se do t'i kem parat. Jo. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, leqe edhe kohën Enverit, ne dimim se qa bente, ne dimim se qa flinte, Enveri e çfarë hante. Jo tani që spionët i kemi në xhep. Spionët për ditë në për ambasada deri më 2 të natës vend spionojnë njëri tjetrin. Që nuk ka për spionuar shqiptarët e tjerë. 97% janë pa bukë. Spionojnë, ata 3% spionojnë njëri tjetrin. Ministri spionon një ministër tjetër. Presidenti, a shgoni isha president Kili, i Çoban, një kapter, një idiot, një rrugaç, që ka marrë në ato kur ky djali thot në atë vend, ai e shiti. Ai presidenti i embruar, e shiti bashk me ministren e jashtme, së bashku me firmën e zvendës kryeministres e Besa e Ballukut. Të firmën nga jo, ju do shihni të dashur shqiptar këto ditë. Arrestime të pa para, u kam thënë për para dhe sot, që është e vërteta, më ka thënë 2 veta ku ishen në pazar në Tiranë. Po mirë po profesor, të dëgjojmë me vëmendje të gjithë. Atje kemi mendje. Ke thënë që do arrestohen, ma ka thënë sy për sy. E nuk po arrestohen. Çfarë të bëjmë ne? Ne ka humbur shpresa. I thash, sy për sy, që ma thua të vërtetën e di. Të kam thënë, e kam thënë gjithmonë, do arrestohen prilli, maj, qershori, korriku, shtatori, tetori. Por, të dashur shqiptar. Unë po e them hapur dhe unë flas gjithmonë, jo me të kopjuar, jo me të dëgjuar nga ata që vinë e japin të dhënën mes natës, që vjen për ambasadat, po janë reale. Kryetari i SPAK-ut, sa zbriti në Washington, lajmërovi tjetrin për të arrestuar zvendës kryeministrin. Unë u thash, ajo Kelepeja, ata 11 prokuror, nuk u kanë lënë që të arrestonin këta. Nuk është një për të arrestuar dashur shqiptar. Po s'kam më kuvete. Kelepeja, ja 2 gjyqtar nga Kelepeja, prokuror, që ajo thonë atyre, më kanë bërë telefon. Dhe sidomos, kanë thënë që
Po pse s'na lini rahat? Ne nuk u lem rahat. Hotelit që kini ju, Kelepes, vilat që kini, nëse nuk arrestohen këto ditë, ju do arrestoheni. Ju 100% do konfiskoheni. E unë i them asaj zonjës të Kelepes, kryetaret. Leri spakun të arrestohen. Po si e lini ju të Kelepes, të vejnë para spakut e të lambatisën të shajnë spakun, nën e babë, e paparë në histori. Por ju përsenin atë karrike, që keni marrë miliona $, keni vila, a nuk po e shini që po vriten gjyqtar? Unë po e them dashur shqiptar, 90% të gjyqtarëve do dënohen. E të prokurorëve, e të avukatëve, ja 10.000 avokat falso, me diploma të blera, marrë nga rruga, e famshme historia është diplomat e plepove. Shu e quajnë. Po si mund të bëhesh ti jurist? Duhet mbarosh 4 vjetë të universitet, të mbarosh 3 vjetë të tjera për avukat, mbas 3 vjetë të mbarosh 2 vjetë tjera që të marrësh diplomën që ti ke drejt të jesh avukat. Me 2 muaj, bëhesh avukat. Shu i bëri Berisha. Pastaj ka ngelur ai i plepave. I vetmi shtet në botë është që quhet Tirani, ka 100 e ca universitete, turpi botës. Gjithë ai, New York, 11 milion që jetojnë në New York, 3 universitete. Kurse këtu, 1 grek, 1 universitet. Tjetri thot, Universiteti i New Yorkut. Po jo më zot. E New Yorku nuk e ka të New Yorkut, është privat. Banga amerikane, që nuk ka banga në Amerikë. Shteti Amerikan ka vetë të mushtrin, asgjë tjetër. Janë gjitha privat. Deri më sot, dashur shqiptar, Amerika nuk ka as bank, as tregtar. Vin disa rrugaç nga Amerika, që Amerika ka lloj fytyra. 100 e ca fytyra të ndryshme. Vjen në Amerikë, nga Afrika, nga Greqia, nga çdo shteti i botës, këthe, thot unë jam Amerikan. Ai ka në shtetësinë, ajo në shtetësia kur dërrohen në Amerikë që të bën diçka, ajo të griset. Vinë këtu e thonë jam kryetari, ka ardhur një, nuk martoshet dot në Shqipëri, në Amerikë, ka ardhur e thotë unë jam kryetari i Republikanëve të Amerikës, që ai se ekziston fare. Unë do të them edhe me emër javën që vjen. Erdhi këtu, ka 25 vjet, ngeli rrugëve pa martuar, mori një shqiptare dhe thot jam kryetari. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar. Ligji i Amerikës është ligj një e për të gjithë. Nuk pyet se ti je president apo ti je fukara. Senatori që kishte New Jersey, 40 vjet gati senator. Para disa muaj i vun zinxhirin në këmbët dhe ecte në gjykat me avash duke shtyrë me policë. Ja pra ligj. Tjetri, gjyqtar, duke bërë gjyqin në Amerikë, në New York, policia i tha, je i arrestuar. Unë po bëj gjyq, hajde me ne. Ja pra ky është ligji, ky do të jetë në Shqipëri. Kurse këtu, fëmijët e këtyre rrugaçve dalën, vrasën njerëzit në për rrugë, kalojnë, i bie edhe policit me syve, e i thotë, dikush jam unë? Jam i filan deputeti. A i shikoni çfarë deputet ka Shqipëria rrugaç. A i pjesë i uzun, prapë sot. Ata nuk janë deputet dashur shqiptar. Ata të gjithë do hynë brenda. Pasurit e tyre i keni ju. Pra të dashur shqiptar, gazetarja ka të drejtë që më pyet, si kjo letër unë kam me qindra dhe me mira.
Dhe unë them, po më dëgjojnë, kam shumë nga Gjermania, nga Franca, shumë nga Italia, nga Hollanda, nga Brazili kam mjaft, nga Amerika jashtëzakonisht shumë, që kanë mbaruar universitetet, që janë në punë në Amerikë, doktore, inxhinier, profesorë, duan të vinë të i shërbejnë kombit të Shqipërisë, se nuk kam i dhemësur se toka shqiptare. Unë nuk kam thënë. Unë e do Amerikën, se stërgjysht e mi kanë që në Amerikë, i matë, në naime, fëmijët e mi, vëllezërit e mi, po Shqipëria është mbi të gjitha. Sepse ky flamur ka me mira vjetë, kurse ky ka 350 vjetë. E dua, kam dhe gjak për të flamur. Edhe ja prap, edhe jam me mision. Deri sa unë të kem shpirtin, unë kam thënë që më në 10 të dashur shqiptar, kur kam erdhur këtu, do të nxjerr shumë shpejt dhe interviste që kam bërë për 1 orë e gjysmë. Ajo që nxora para ca kohe, ishte për 7 minuta. Do të shkoni sa herë kam marrë të Shqipërinë me mision. Ta din shqiptarët e mi. Filin që ka ardhur me mision të dashur shqiptar, para se unë të vijë më në 10, para se të vijë në tonë më në 10, Ramizi erdhi në Amerikë dashur shqiptar, me mision. I dërguam letër për të shpëtuar kombin e Shqipërisë. Bushi, po më thënë, baba i Bushit që është tashi. I dërguam letër Ramizit, të dashur shqiptar, do të shihni në tep, duke folur dhe gjitha e në originale, e duke zbritur unë në aeroportin Rinës. Erdhi Ramizi, i tham planin për të hapur ambasadat, që suvra një njeri, u detyrua Ramizi, se kështë 2 rrugë, o do t'i ngjante më kese Ceaușescos me Elenën, pa marrë se i s'kishte Elenë, po kishte një Elenë që e qonin e gjimie, që gruan e ti e helmuan, shkonte me në gjimie, sepse në gjimia, Ramiz Alia, Sabri Gotva, ishen besnikët e UTB-s, të Meladim Popoviqi dhe Dushani. Erdha këtu, u hapë rrugën, korriku 1, 2, 3, 4, 5, u mbush në ambasadat. Vaporët prisin në Durrës. Erdhën në Itali. Amerika e pagovi Italinë 100%. Italianët 80% i futën në xhep dhe 20% që një emigrant duhet rrinte 1.000 dhomë, ata mbari 6.000 dhomë që u kam bërë vizitat dhe qindra shqiptarë, kur erdha më në 10, më thamë Pilin që të kemë para aty, që i ndihmojmë shqiptarë. Kjo është Amerika, që i do shqiptarë. Erdha më në 10 për të gjetur 5 parti. Edhe janë gjallë këta që më kanë ngelur. Një quhet Berisha, një quhet Meksi, një quhet Nanua, dhe qoftë se është gjallë sot, që është i smur në spital, që i muar miliona dollar para disa ditve, një quhet Gjinushi, një quhet Ceka. Janë gjallë. Edhe kur u bë president Berisha, kam erdhur me mision. Jo që e do një Berishën. Erdha me mision për t'i thënë çfarë të bënte. Pa marrësi se ne e dimim që ish lidhur me serbët. Ne e dimim që u lidh me grekët. Por, puna jon ishte të çlironin Shqipërinë, të dilnin njerëzit të mësonin historinë, të mësonin si të punonin. Pra dashur shqiptar, do të dëgjoni shumë gjëra. Erdhi koha e juaj. Mos keni frikë, se këta janë plira. Të dashur shqiptar, unë e kishe përdalë ditën e premte. Erdhi UÇK. Të flas pak për UÇK-n, që kam qenë vetë realiteti. Të dashur shqiptar, Amerika, sekretarja e shtetit, thriti nga Kosova, sot ai është i quajtur në burg,
Filloi lufta, para se të fillonte lufta dashur. Unë i kam foto, do të nxjerr një nga një duke filmosur. Sabri Gotua zdesh. Ky hynte Amerika në luftë me sërbët. Berisha nuk desh. Nanua desh. Sabri Gotua nuk desh. Por, presidenti Clinton, kur avionit ishën duke bombarduar në Serbi, a i lexovi një copletë si kjo që ka mund këtu, dhe tha, Amerika është në luftë me Serbin. Po, Çekeja luftovi. Po që rovi Shqipëria. Më falni, Amerika. Erdhë më ditën e premte. Erdhë sepse ngritën flamur e Shqipërisë. Pamarësisht se unë, i qoftë se regjizori më nxjerrë do një pikturë, foto që kishte mbi 400.000 njerëz. Aty ke sheshi Skënderbeut. Erdhë ke sheshi Skënderbeut sepse në Kosovë ata që janë qeveri nuk i duan të UÇK-s. Pamarësisht se si janë historia. Erdhë aty ke Skënderbeut se vetëm ai ka ngelur. A i shini dashur shqiptar. A i shini 400.000 njerëz. A i shini flamurët shqiptar. Vetëm me ngelet peng. Shumë njerëz kishte. Po aman nuk ishte flamur amerikan vetëm një. Vetëm një. Që Amerika e shpëtovi dhe Amerika është që do të mbaj Shqipërinë gjithmonë të çliruar nga tjerë. A i shini me qindra dhe me mira. A i shini të katër këtu. Ky djalë i ri ka qenë. Do t'u nxjerr nesër në foto. Duke filmosur me sekretarin e shtetit, kur ishte president Clintoni. Pra të dashur shqiptar, këta kanë luftuar. Ne nuk mund të harrojmë vitin 99. Kur Kosovar dëbor, qofse ai ka ndonjë foto, e kemi nxjerrë përpara, kosovarët që nga Kosova krahina jonë, nuk është shtete, që krahina jonë, në përdëbor kanë erë deri në Tropoj, deri në Tiranë, Kavaj, Fier, kanë erë dhe shtëpitë e tyre. Dhe shqiptarët i pritën, që a ishtë gjaku jonë. Ata ka luftuar me shekull dhe me shekull, por vinë disa, erdhë aty folë disa njërës, një nga Maqedonia, që a ishtë gati për të arrestuar, tha që unë kam qenë me ushtrin qëllimtare, që s'është e vërtet. Do dini të vërteta. Aty nuk desha Berisha të beshe kjo. Ata menduan Edi Rama më dëgjon. Mendovi se do bete një luft aty. Mendovi se do beshe përpjekje të tiranësit me Kosovarët. Por jo, unë nuk kam thënë dashur shqiptar. Ta nuk arrin të ndezën do të një shkrepse. Sepse çdo gjë është në kontroll. Unë va kam thënë, e po a them, Amerika ka 50 shtete. Shumë gazetar ja bën 52. Le ata që se din kusht Amerika, ka 50 shtete. Dhe 51 i do bet ura, nuk do bet ura që të shkosh më kem, po quhet ura, e Shqipëria. Shqipëria do t'jetë e 51, po 100% do t'jetë ligji si në Amerikë, por një gjuhën shqipe. Do t'jetë para e shqiptare që a i shini sa e fortë është. Nuk e ka bërë Edi Rama dashur shqiptar. Para e shqiptare do t'jetë me fortë. Janë ata shqiptarë që kanë nxjerrë për herë të parë Florinin Tropoj. Me shekuj e shekuj. Dhe e përdorë romakët e Italisë. Do t'jetë Shqipëria kultura me mirë. Do t'jetë Shqipëria kryeqyteti i Evropës. Do vinë ata, si da erdhi një grua plak, doli me Edi Ramën, e thoshe do hynë në Evropë. Ata të lindjes, ata komunistat,
Do na tregojnë ne shqiptarëve se hym në Evropë. Shqiptarët e kanë krijuar Evropën. Erdhi e nga New Yorku, një zi, që i njoh fare mirë, ka qenë polic. Erdhi këtu, i pren avion, i pren baletat, do të shoj që do heqi New York. Vajti New York. FBI vajti pas. Mori miliona $, nga Edi Rama, vetëm për të dalë në balkon të thoshe që ja, pra New Yorku, përse shqiptarëve u hedhën më? E si kur presidenti Amerikës të vi këtu, s'ka rëndësi fare. Planet janë plane. Shqipëria do bëhet me kufi natyror. Pra të dashur shqiptar, ndjen kënaqësi kur e sheh këtë bulevard. Bilem nuk duket edhe 10 herë sa kaq. Shikoni dashur shqiptar. Shikojnë. Të kënaqet zemra. Sot më ka thënë një sportist duke ecur, shiste kapela, flamur shqiptar. Gjej ke foton? I dashur filin që më të shëgojmë gjithmonë. Po ne kemi arritur, si shtua ti, tha, nuk shkojmë vlla me vlla. Ne kemi sherrin, tha, vlla me vlla. Ishte ullur me një karrike Tiranës, dem, babadem, të vit e keq. Të vit e keq, kur e shinje. Kur she, një të uaj këtu, shet mendje. Jam, thot unë, mafi. Ku shë mafi? Ku ka morë mafi? Që është mafi? Këta janë legenët. Këta janë pisa. Këta janë qurash. Këta janë shqipfolës. Këta do t'u japi llogari para shqiptarëve. Unë nuk e kam thënë kot të dashur shqiptarë, që para jush, ju do t'u bëni gjyqin këtyre, me pasurit që kanë vjedhur këta do t'i keni ju. Pra, shikoni shqiptarët, o Tiranës, të gjithë kishën erdhur nga krahina jonë Kosovë, nga Kosova e djegur, që akoma s'është bërë qeveria, duk bet po në zvuri këtë flamur. O Kurti, po zvure këtë flamur, edhe ti. Shumë shpejt do të deklarohet presidenti i Serbisë non grata. Shumë shpejt. Në Maqedoni janë shumë njerëz që janë bërë non grata, shqipfolës, që ishte dhe këtu. S'po i përmend emrat sot. Të gjitha ata që ishin në tribunë. E di kush ish, përveç tu që kes, që kanë luftuar, që kanë humbur vëllezër. Ish kryeministri ju që kes, ka humbur vëllan, ka qenë kryeministër. Sot, dalën disa, dashur shqiptar, erdhi koha e bashkimit. Maqedonia jonë e Aleksandrit, mbalizi i princave të Malit të Zi me shekuj. Kosova jonë. E kemi pjesën deri në Beograd. Qamëria. Eshte jona. Pamarësi se qamrit janë gjumë. Por ne nuk e harrojmë. Pra të dashur shqiptar, si që kam thënë, do arrestohen këto ditë di gjithë. Nuk do ketë SPAK. Mbas arrestimeve që të bërë, SPAK-u është bërë special, edhe ta dëgjojnë ata të quajtur jurist e gazetar që do arrestohen shumë. A mbani mend që Ullzora një foto të dashur shqiptar, duke hypur në Beograd, ka kohë që Ullzora. 4 nga Kosova nuk i përmenda emri, një u arrestua para një jave. Në Shqipëri do arrestohen shumë gazetar, të quajtur analist, ata që janë mbi moshën 50 sa vjet. Ata janë agentët e serbit. Çdo televizor janë bashkëpunëtorët e serbit. Të gjithë televizorit, ashtu si u konfiskua televizori i dy vëllezërve, Vision Plus, ashtu e ka klani radhën. Ashtu e ka Top Channel radhën.
se është bërë gazi botës Top Channel, e klani, që të regojnë loj që shqiptarët nuk i kanë patur në fis e në zakon. Shqiptari do gjelet beshekujt e arqëm, do martohet vajza me një djalë. Të gëzohet Shqipëria, jenë fëmijët, nuk do të ketë kur në tokën e Shqipërisë, të martohet burr me burr dhe grua me grua, si që bëri Erion Velia dhe i gjeti vendin. Ashtu thanë Berisha që ka ikur. E liruan? Jo, nuk lirohen me. Ata gjyën nuk dalin me. Nuk dalin me. Unë po them e të tjerëve. Dilin para shqiptarve, dorëzoni që kini para se të bjerët janë të tokës shqiptare. Të dashur shqiptar, natën e mirë, shëgojmë nesër, besoj se nesër do të gjoni arrestime, jam pregatitur fletet, jam prerë, e njëherë e këshilloj, ke Le Pen, më dëgjojnë fare mirë. Unë jo të gjithve, nëse ju e pengoni, unë do të anëzirë fotot, juve të gjithve të 11, do të anëzirë dosjet të 11, ku i keni pasurit, si i keni bërë pasurit, dhe me keni të lidhur. Erdhi koha që të themi shqiptarë realiteti. Erdhi koha që ndroni pra, se po vrisi shqiptarët. Afroni vllazër me vëllezër. Afroni me motrën. Afroni gjakun tuaj. Bashkoni një herë. Prisni fëmijë. Të bëjmë një dasmë të madhe këtë muaj. Një dasmë çlirimin e Shqipërisë për 100 vjetëve. Të okupuar nga shqipfolësit. Të vrarë nga shqipfolësit. Të rrëzuar nga shqipfolësit. Pra, të dashur shqiptar, natën e mirë, e miru pafshim nesër në orën 6. Falenderoj profesor. Të dashur bashkëdhetar, shihemi nesër në orën 18:00. Faleminderit.